potencialisht. Unë fola për futbollistat që kanë mujt me lujt, jo që s'kan mujt me lujt. Po, tash ndryshon shija edhe gusto ndryshon. Për futbollistat që na dëshmun, që kanë mujt me lujt e drita. Unë janë 10 lejtar ma dopt që i kanë marrë se ata. Apo kupton? Trener, na për momentin që ata kanë qenë aty, pa e dëshmu vetvetë. Jo, Blendi. Nuk mundesh cillin futbollist sot. Pajtona. Po cillin futbollist. Nuk pajtona. Unë e 10 lejtar që këta i kanë marrë Djenit Isufi për momentin, është lejtari ma atraktiv në ligë. Ka qenë lejtari i dritës. Trener, nuk guzon drita për shembull me rreziku. Meris Mali që është super talent. S'ka zguzon. Se pranaj këta zguzon. Nuk guzon me rreziku drita me hub titullin e me promovu një lojtar të ri. Djenit Isufi be u ka titullin, a? Jo Djenit Isufi, s'po flas për emrat përveçshëm. Në përgjithësi, në politik klubit, një klub, shembull e ki Real Madridin. Shembull e ki Real Madridin, për shembull nëse duhen me referu një ekipi i cili funksionon me emra dhe ka parë, se te drita ka buxhet, shumë mirë theni drita. Liga jon Blendi. Ka parë, e merr lojtarin e gatshëm e blen edhe Liga jon është ligë ideale për me integru lojtar talentum edhe qendrim. Apo do me të kallëzu drejt. Po, veç kët. Apo do me të kallëzu drejt. Ki vizion, s'ki vizion. Jo për gjitha. Krye mision. Jo për gjitha klubet. Jo për gjitha klubet. Jo për gjitha klubet. Pajtona këto, nuk pajtona. Tash është çështje shije. Ja u ka titullin një lejtar. Jo, ideja është ja u titullin një lejtar. Një lejtar super i talentum që ti me shumë sens duhet me integru plus